jemi duke me mendu në mënyrë ma strategjike për basketbollin terrestre, pas parasysh që në lojrat mesdhetare Prishtina 2030 ka me qenë një prej sporteve më kryesore, kështu që kemi fillu me ripërtri ekipin derisa të gjejmë modulin më të mirë të mundshëm që me kriju një ekip dhe më pas kemi investu 4 vitet e ardhshme që ajo ekip të paraqitet edhe të synoj njërin prej medaljeve në Prishtina 2030. Tani më Federata e Basketbollit i ka punësu 2 trajner në zyret e Federatës së Basketbollit, bëhet fjalë për 2 trajnerët e përfaqësuesës A edhe të meshkujt edhe të femrat, Bujar Locin, Lori Kllokoqin edhe së bashku me ta edhe me kryetarin e shoqatës trajnerëve Albert Sulejmanin jemi duke punu në atë drejtim që me identifiku edhe trajnerët edhe lojtarët edhe lojtarit në 3x3 në mënyrë që më pas të ata që janë të duhurit investojmë 4 vjet për paraqitje në Prishtina 2030, por në të njëjtën kohë kjo duke fillu prej Taran të 2026 lojrat mesdhetare është një mundësi, FIBA ka hap një mundësi që shtetet që e sigurojnë e fitojnë në lojrat mesdhetare me pas më lejt qasjen në lojrat olimpike. Nëse dëshirojmë me arrit në gara më të mëdha, më gara më madhore të nivelit olimpik, atëherë sigurisht që për Federatën e Basketbollit, basketbolli 5x5 është pak më vështirë edhe për këtë arsye kemi hartu një strategji të basketbollit 3x3 2026-2030 ku përpresë mbështetjen e Komitetit Olimpik edhe të Ministrisë. Më na jep fuqishëm që me punu në atë drejtim për 4 vitet e ardhshme sepse kjo është rruga e duhur për me arrit me marr pjesë me basketboll në gara madhore siç është lojrat olimpike.